Për fat keq kemi edhe në viktimin e parë të regjistruar në Shqipëri për shkak të përmbytjeve dhe për shkak të problematikës krijuar nga vërshimi i ujrave, kjo dhe pas rreshjeve intensive të regjistruar kryesisht në zonën e Durrësit, Lezhës, por edhe në zonën e jugut të Shqipërisë, kryesisht në Vlorë, por edhe në përmet e Gjirokastër. Viktima është regjistruar në Durrës, bëhet fjalë për një 54 vjeçar dhe të paktën nga ajo çfarë konfirmohet nga emergjenca civile, kemi të bëjmë për shkak të përmbytjeve dhe për shkak të vërshimeve të shpeshta të ujit që kanë shkaktuar edhe këtë viktimë. Normalisht kjo ishte një nga problematikat më të mëdha nëse më themi, apo edhe ngjarja më e rëndë e regjistruar paktën gjatë gjithë këtyre ditëve me problematika të mëdha që ka kaluar Shqipëria e mesme kryesisht, por edhe Shqipëria e Jugut, kjo edhe për shkak të daljes së lumenjve nga shtrati apo edhe rreshjeve intensive dhe përmbytjeve të shkaktuara. Nika, si është gjendja kryesisht pra edhe në Shqipërinë e Jugut, në Fier ka evakuime, në Vlorë ka evakuime, si është gjendja përgjithsisht në këtë zonë? Në fakt, u ndodhem pikërisht në urdhën e Mifolit, në zonën që lidh Vlorën me Fierin, apo Fierin Darës midis Vlorës dhe Fierit. Aty mund të themi që prej ditës së dieshme ka dalë nga shtrati lumi Vjos, duke sjellë problematika si në zonën e Fierit ashtu edhe në zonën e Vlorës. Në zonën e Fierit ka në rreth 400 hektar tokë bujqësore të cilat janë të përmbytura, ndërkohë që 100 hektar tokë të përmbytura janë në zonën e Vlorës. I kemi rreth 15 familje në zonën e Vlorës të evakuara që prej ditës së dieshme dhe deri sot janë familje të cilat ndodheshin në banesat e tyre shumë pranë shtratit të lumit Vjos dhe për të evituar çdo lloj problematike që mund të krijohesh për shkak të prezencës së ujit rreth banesave të tyre, është vendosur edhe nga emergjenca civile evakuimi i këtyre familjeve. Megjithatë, gjatë ditës së sotme nga emergjenca civile, ku i pranishëm ka qenë edhe ministri i mbrojtjes së Shqipërisë Piro Vëngu, shkërkuar që evakuimi të bëhet edhe për 3 fshatet e tjera të cilat ndodhen në afërsi të shtratit të lumit Vjos, pikërisht për fshatrat Bishan, Fitore dhe Novosel të njësisë administrative Novosel të bashkisë së Vlorës. Në fakt, 2 familje janë evakuar në drek, ndërkohë që familjet e tjera apo në banesat e tjera qëndron gjithmonë sinjali apo alarmi që nëse do të duhet apo nëse do të ketë përkeqësim të situatës, atëherë do të ketë edhe evakuim të tyre. Në zonën e urës Mifolit janë të përqendruara edhe forcat të ushtrisë, por edhe të emergjencave civile për të ardhur në ndihmë në çdo rast të mundshëm, pikërisht të banorëve që do të kërkojnë ndihmë nga këto të fundit, qoftë edhe për të evakuar. Ka patur evakuime edhe të gjë si gjallë, kryesisht të bagtive, janë rreth 200 krerë të cilat janë larguar nga vendet ku edhe ndodheshin në afërsi të shtratit lumit Vjos dhe janë vendosur në zona edhe më të sigurta. Në këto momente që flasim, pikërisht lumi Vjos në urdhën e Mifolit është në nivelin 9 metra, nivel shumë herë më i lartë se sa pika kritike kur dihet që alarmi apo pika kritike në cilën nis edhe të mendohet më pas edhe për evakuime apo edhe për marrjen e masave është në 7.5 metra. Aktualisht jemi në 9 metra dhe padyshim që situata është duke u mbajtur në monitorim, duke patur në konsiderate edhe prurjet e lumit Vjos në këtë vend e cila është pika kritike dhe më pas të shkon drejt brugderdhjes së lumit Vjos në detin Adriatik. Normalisht ka jo në zonën ku ndodhen pikërisht në urdhën e Mifolit, po në zonat në jug të vendit nga ku vijnë edhe prurjet e lumit Vjos ka një ulje të nivelit të tyre, por ajo do të pasqyrohet shumë herë më vonë pikërisht në urdhën e Mifolit dhe më pas ndoshta do të shpresojmë që edhe këtu do të ketë një ulje të nivelit të lumit.